Vetëm një javë përpara zgjedhjeve të 21 qershorit, punonjës të administratës së Bashkisë së Urës Vajgurore janë përfshirë dje në një fushat shpërndarje ndimash, ku janë njoftuar 100 banor, familje në nevojë, njerëz me aftësi të kufizuara e të tjerë. Për më tepër se 3 orë, banorët, mes të cilëve pleq, fëmijë të sëmurë të Bashkisë Ura Vajgurore, por të ardhur nga fshatrat përreth, kanë qëndruar jashtë në diell, pasi janë njoftuar për shpërndarjen e një sasie ndimash në ushqime. Banorët janë shprehur të irrituar se askush nuk u ka dhënë asnjë shpjegim rreth ndihmës që do të merrnin dhe për këtë kanë shfaqsuar punonjësit e bashkisë, që sipas tyre tallen me fatkeqësitë. Pa diskutim. Ndoshta partit politike. Po, është vërtet. 11 me kartën. Në 11 ka njoftuar që të bashkia në 2 gjysmë të merrin ndihmë. Na koni zbalta. Mu kam 2 orë gjys. Ja këtu si na shikon. Si unë gjyqtir me radhë. Ishim të para bashkisë. Po çfarë të themi ne vjen shkët. Na tha që neve nuk dim mjek të pushim ndan këto ndihmë, edhe prisëm na ndihmë. Po kemi 3 orë gjys, 4 orë. Kam në shtëpi kam në plakën e vjeçë, peqen e vjeçë, kam me bibilina. Nuk di çfarë tasim. Po neve jemi punë bariut, na tha shkokti. Ne na tha shkokti, na joftu hajde neve erdhëm. Qatë bashkisë në kalenu. Qatë bashkisë. Po e kja emën, kartën e genetike, të vini të bashkia. Me këte kemi ardhë, në kalenu tjetër. Me këte kemi ardhë. Ja, 2-3 orë, ku ka ushime këtu? Po i marrin për vetat, ose duan njës bëjnë të marrin vota nuk merr me kile miell e kile orisë, e kile sheqer. Këta që kërkojnë, që e kanë marrë 25 vjet. 5 vjet. Unë jam pa punë sot. Unë kam dhe burin krye familja dhe ai pa punë. Ja kam dhe një fëmijë me librat e shkollës, me të gjitha, me 2 banga. Tua dhe unë 1 kile vaj. Kush do të shpërndante ti? Nuk e di. Thon ndihma, u tura dhe unë, mbas turmës edhe unë. Sa pritet ti? Ja pritë dhe makina tallet, ne jemi bakti motra. Gjë në mëngjes, erdhëm gjë në mëngjes, edhe kemi gjithë ditën këtu. Erdhëm se na kanë dhënë kupona gjeradhën e parë, ja ku e kam kuponin. Bashkia, me të përmbytur, jemi në nevojë. Bashkia u lajmëruan në roja i bashkisë. Nga bashkia jemi lajmëruar. Por kemi dhe asë ndihmë as i gjë. Ja këto të bashkisë. Do merrnin ndihmë. Ne kemi ardhur për të marrë se ne njoftuam për një ndihmë, nuk e di nga vinte, edhe nga vjen ajo lloj ndihme, na kanë thënë për në orën 2, në orën 14, tash po vete ora ka që aq, erdhi makina ku na thanë poshtë plepat, të pazari, ku bet pazari, në qendër të Urës Vajgurore, e tani në këtë po, se nga vajte makina me në godin. Në qofë se kanë diçka për në dhenë, në japim. Unë për vetime jam invalid. Jam invalid dhe kërkojnë më njoftuan hajde në orën 2. Edhe në orën 2. Plepat atje poshtë. Kemi që në ora jemë. Na fillimi me erdhi njoftimin në familje. Më tha na një punojësi i komunales bashkisë, qatë qajtë në Urusajdini. Hoj që kryqë atje, kem u njoftove. Në orën 2 dha, të bashkia do mash ndihma, merë edhe kartë e dignitetit. Tani vinjë, të lavitemi. Sa ndajnë numra atje brenda, këtu nuk meret vesh. 1, 2, 3 qanë ndanë bashkia brenda, unë nuk hyra, nuk kam problem, s'kam punu 2 brenda. Kemi organar sa ndihma për të përmbyturit. Për të përmbytur ndihmë ekonomike, nuk e di si është kjo punë. Tashti, këta vënë në bashki, krijohet lista, edhe ne i lajmërojmë njerëzit në përshpira, pas kësaj del që makina do ikë tek kisha në Berat. Pse duhet ikin? Ndihmat janë të popullit. Duhet vinë marrë ndihmat popullit këtu. Jo, kemi ja 2 orë, që presim. Janë lajmëruar njerëzit në përshpira. Si mund ta quash te? Talli me popullin. Pranë Bashkisë së Qytetit, askush nuk ka pranuar të flasë në lidhje me këtë problem, ndërkohë që Halit Dymka, kryetari i Këshillit Bashkiak në Bashkinë e Urës Vajgurore, shprehet se Këshilli Bashkiak nuk ka marrë asnjë vendim për ndonjë fushat shpërndarje ndihmash apo grupet përfituese, por është marrë si vendim nga ana e punonjësve të bashkisë.
dhe se momenti i shpërndarjes së ndihmave sipas tij nuk është i drejtë, vetëm 10 ditë përpara zgjedhjeve dhe ndikon në këtë mënyrë në favor të kampit të majt, pasi bashkia është e majt. Situata e krijuar në kushtet ku banorët janë endur në rrugët e qytetit për më tepër se 3 orë, ka tërhequr dhe vëmendjen e vëzhguesve të OSBE Odirit për zgjedhjet e 21 qershorit. Bashkiak ka një muaj e gjysmë se s'ka marrë asnjë lloj vendimi për sa përket ndihmave. Normalisht po të kaloni Këshilli Bashkiak do kishte një vendim. Por kjo është për mendimin tim është një punë administratës bashkisë. Ka ndarë në mënyrë, nuk e di, masave selektive, por 10 ditë para fushatës kjo shkon ndesh me parimet e demokracisë, sepse kjo shkon dhe stonon duke dhënë pikë një kandidat të caktuar. Ky është parimi im të paktën 45 ditë para zgjedhjeve do të ketë asnjë lloj ndihme ekonomike, me fjalë duke i dhënë njerëzve diçka, nuk e di, nuk kam idenë, edhe kush i ndan, edhe kush i menaxhon. Por ka një parim që është demokraci, që 10 ditë para zgjedhjeve kjo për mua quhet blerje vote. Edhe nuk i mund i qëndroj kësaj me çdo lloj forme, çdo lloj parimi të mia. Është një realitet që bashkia është bashki e majt, ndihma po menaxhohen nga bashkia. Edhe ka dhe një handicap tjetër që kryetare Kezazesh është edhe zonja që merret me ndihmat ekonomike. Kjo bie ndesh me shumë gjëra dhe parimet e Këshillit. Në 10 ditë para zgjedhjeve, mund të thash më përpara është shumë e sikletshme që të merrem me tilla situata, sepse njerëzit vërtetësisht janë me njerëz me probleme ekonomike, por 10 ditë para zgjedhjeve kjo stonon edhe në parimin e demokracisë, edhe në parimin e votuesit. Në gjykimin tim kjo është blerje votës. Në parimet e mia, me aq sa shikoj, sepse duke mos patë një vendim Këshilli Bashkiak, është një vendim kolegjal, është dhe pluralist njëkohësisht. Sa administrata është palë me kandidatën e Partisë Socialiste. Do të jemi korrekt, do të jemi të vërtetë siç janë. Kjo bie ndesh në parimet e mia të paktën, megjithëse unë i përkas subjektit politik Partisë Socialiste. Kjo është për mua është e turshme.